إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نظير sonte vazhdojmë me hadithet e muattas që kanë të bëjnë me agjërimin, as-siyam me agjërimin. Kaptina e parë që fillon është ma jaa fi siyami fi safar. Çka kanë argumentet e agjërimit gjatë udhëtimit. قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كحديث يفارش عبد الله بن مسعود Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma që ka thënë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dal drejt Mekkës, vitin e shërimit të Mekkës në Ramazan. Viti i shërimit të Mekkës ka qenë viti 8 sipas Hijretit dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka unisur në Mekkë për me shliru Mekkën në Ramazan. Thot edhe ka agjëru derisa ka mri në Kedid. Kedid është një vend mes Mekkës dhe Medinës. Dhe në Mekkë mes Mekkës dhe Medinës. Domethënë parafisisht 7 ditë mes Mekkës dhe Medinës. Thot edhe pastaj thot e ka prish pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka agjëru deri aty, pastaj e ka prish thot. Edhe njerëzit thot e kanë prish poshtë, edhe njerëzit e kanë prish agjërimin. Edhe thot e merrnin thot veprimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tash Ibn Shihabi vazhdon të transmetuesi i hadithit nga i cili ka transmetuar Imam Maliku ka thënë kanë marrë thot veprimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thot më të rënd me së më të rënd thot e kanë pasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në veprimet e tij dhe kanë shikuar cili është veprimi më i ri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në agjërim gjatë udhëtimit, herë ka agjëru, herë nuk ka agjëru. Edhe nga njerë i ka urdhru, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të agjërojnë, nga njerë i ka urdhru mos të agjërojnë. Mirë po, ajo që është përfundimi është që nga njerë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka urdhru dhe të aprishin agjërimin, dhe nga njerë nuk i ka urdhru. Mirë, puna të agjërimit gjatë udhëtimit është varet sipas situatës së njeriu. Nëse mund të agjëron, nëse mund të mos agjëron, mos të agjëroj. Nga njerë mund të jetë edhe urdhër të agjërim nëse ka nevojë për forcë më të madhe për agjërim, për udhëtim ose siç ka qenë rasti i shërimit të Mekkës kur është të jenë të fortë fizikisht që nga se i ka prit përpara një betejë që kanë menduar se do të ketë edhe betejë në shërimin e Mekkës, edhe pse nuk ka pas betejë në shërimin e Mekkës, por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka urdhëruar që ta aprishin agjërimin. بارك الله فيك. تعرف فرضي مع حديث تياتر فت مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقوا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر وقال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش
أو من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا أو حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس tani është një hadith tjetër nga disa nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu në hadith është përmend ka thënë nga disa nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po të kishte qenë dikush tjetër pos shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mungesa e diturisë tonë se kush është ai njeri e bën hadithin të jo të saktë, e bën hadithin jo të saktë, nga se në të është një mejhul, i paditur, kush është ai person i panjohur. Ndërsa kur është fjala për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse nuk e dim kush është ai, nëse transmetuesi nga ai është i besueshëm, hadithi pranohet, nga se nuk është kusht të dihet saktësia e vërtetisë apo e saktësisë së thënieve të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se ata të gjithë janë të besueshëm shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sidoqoftë, ai thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar njerëzit në udhimin që ka bërë vitën e çlirimit të Mekës, vitën e 8 sipas hijretit, thotë edhe ka thënë forcoheni për armikun e tuaj, do thotë nëse e prishni agjërimin, nëse hani, do thotë do të jeni më të fortë kur të përballeni me armikun tuaj. Thotë edhe në mirë po thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka vazhduar të agjëroj sallallahu alaihi wasallam. Saqë thotë e kam parë thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një vend që quhet El-Arj, kur kanë arritur në një vend që quhet Arj, thotë që i ka duke hudh ujë mbi kokën e tij nga etja e madhe, ka qenë shumë i jetër dhe ka qenë nxehtë i madh, dhe ka hudh ujë kokës sallallahu alaihi wasallam që të freskohet, mirë po nuk ka pi. Nga etja apo nga temperatura e madhe. Pastaj thotë i është thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, një njeri, një grup e njerëzve janë duke agjëruar, pasi ty kanë parë duke agjëruar, thënë një grup kanë vazhduar të agjërojnë. Thotë atëherë kur ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vendin e quajtur Kedid, thotë ka thirrë dhe ka kërkuar një taz, një të pi dhe ka pi dhe njerëzit e kanë prishur. Ka një taz me çumsht, e ka lyp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka pi dhe njerëzit e kanë prishur agjërimin bashkë me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. مالك ترسوتن nga حميد الطويل nga Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه se ka thënë kemi udhëtuar me Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan dhe agjëruesi nuk thoshte gjëra të këqija për atë që kishte prish agjërimin. Dhe ai që kishte prish agjërimin nuk e çortonte agjëruesin. Do thotë kjo është puna që agjërimi gjatë udhëtimit është gjë e lejuar, mirë po nuk është e urdhëruar. Edhe prishja është gjë e lejuar, nuk është gjë e urdhëruar. Përveç nëse është rast specifik, siç është rasti thot kur është ndonjë luftë ose kur ka nevojë të fortë më i fortë muslimani, në atë moment thot obligohet ta prish agjërimin nëse është në udhtim. Këtu është një gjë që kemi në shkencën e hadithit që thuhet transmetimi nga mudellisinat. Çfarë është ajo? Këtu në hadith thot Imam Maliku thot Malik nga Humeid al-Tawili nga Anas ibn Malik. Tani Humeid al-Tawil këtë transmetuesi hadithit është transmetuesi saktë i hadithit, mirë po quhet mudellis. Mudellis sa do thot ai njeri që nganjëherë i mjegullon gjërat. Çka është ajo? Se Humeid al-Tawil nuk ka dëgjuar nga Anas radhiyallahu ta'ala anhu, nuk ka dëgjuar nga Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala, nuk ka lidhje atë mes tij dhe Anasit, nuk ka dëgjuar drejt për drejt. Kur nga besnikëria e tij, kur ka transmetuar nga Anasi radhiyallahu anhu, ka thënë nga Anasi. Nuk ka thënë e kam dëgjuar Anasin apo më ka lajmëruar Anasi radhiyallahu ta'ala anhu. Kur është transmetuesi i tillë dhe dihet që është mudellis, nuk tregon prej ku e ka marr hadithin,
atëherë hadithi në këtë rast llogaritet i shkëputur, dhe nuk pranohet ai hadith. Përveç nëse dihet rruga në anë tjetër prej nga e ka marrë. Ky hadith është Humeid al-Tawil i ka marrë hadithet nga Anas radhiyallahu anhu përmes Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani që ka qenë prej nxënësave të Anas ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu. Ai ka qenë lidhja e hallka ndërmjetësuese mes tij dhe Anasit radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj mbasi e dim këtë hallk dhe ka transmetime tjera të sakta që ka ardhur hadithi pranohet. Së përndryshe, nëse personi është modelis si në këtë rast dhe nuk dihet kush është hallka mes tij dhe atyre, atëherë nuk pranohet ai hadith. Kjo është një dobi që gjendet vetëm te muslimanët. Te askë tjetër në histori nuk dihet kjo gjë, thotë kjo shkencë kaq e holl, kaq e përpikt që shkenca e hadithit të Rasulullahit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فمالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم أفأصوم في الدهر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Hamza ibn Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë që i ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: O Rasulullah, unë jam një njeri që agjeroj shumë. Ose që ka ardhur në hadith ka thënë që tërkun agjeroj. I ka thënë atë agjeroj edhe gjatë udhimit? Ky Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: nëse don agjeron, nëse don nuk agjeron. Nëse don e prish agjerimin. Kjo është domethënë ajo baza që përmend më herët që puna e agjerimit gjatë udhëtimit është varet nga vullneti i njeriu dhe situata e tij. Nëse don agjeron, nëse don nuk agjeron dhe nuk ka gjuna nëse e prish agjerimin, e nuk ka gjuna nëse agjeron. Pastaj thot Malik an Nafi' أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يصوم في السفر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ka thënë që kanë transmetuar nga Abdullah ibn Umeri që nuk ka agjëru gjatë udhimit. Abdullah ibn Umeri nuk ka agjëru gjatë udhimit, ka marrë atë lehtësimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wa sallam. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما تابعين يوهر udhtonte në Ramazan. Djali i tij Hishami thot që ne udhtonim me të dhe Urwa thot agjeronte. Thot ne thot e prishnim. Dhe nuk na urdhëronte pejgamberi, nuk na urdhëronte Urwa të agjerojmë, nuk na urdhëronte që të agjerojmë. Pastaj thot ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. Çfarë të bëj ai që është kthyer nga një udhtim ose don ta bëj udhimin gjatë Ramazanit. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. Maliku transmeton që ka dëgjuar se i ka arritur se Umar radhiyallahu anhu nëse ishte në udhtim gjatë Ramazanit dhe e dinte se do të futej në Medinë, do të hynte në Medinë ose në fillim të ditës, thot agjeronte, hynte në Medinë duke qenë agjerueshëm. Thot ka ditë se do të arrijë në Medinë në fillim të ditës, kur ka qenë jashtë Medinës,
thot ka fillu të agjeroj atë ditë. Atë ditë thot nuk e ka prish nga fillim ose ka bën një të agjeroj atë ditë nga se ka ditë që gjatë ditës do të jetë në Medinë të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka agjeruar, edhe e ka agjeruar atë ditë. قال يحيى قال مالك ومن كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال يحيى قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم Maliku tani transmeton një fatva të tij, thot një fatva të tij, thot kush është në udhtim, dhe do të di se do të futet në te familja e tij, do të jetë të afërmit të tij, te shtëpia e tij. Në fillim të ditës thot dhe i ka ardhur vakti i sabajit, ka hyrë vakti i sabajit thot, para se të futet në të tij, do thot, në shvetën e tij thot, do të futet duke qenë agjërueshëm. Edhe ka thënë kush don të dal gjatë Ramazanit, do të niset në udhtim gjatë Ramazanit dhe e ka nxon sabahu, vakti sabajit, vakti kur fillon agjërimi, duke qenë në vendin e tij thot, para se të niset thot, le të agjeron atë ditë, le të agjeroj atë ditë. وقال يحيى قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان إن لزوجها أن يصيبها إن شاء. Yahya çka transmetu nga Maliku rahimahullah, thotë që një njeri nëse kthehet nga udhëtimi, dhe kthehet nga udhëtimi duke mos qenë agjërueshëm, duke mos qenë Ramazan, o ditë Ramazani, por vaj kthehet nga udhëtimi, nuk ka qenë agjërueshëm, ka ardhur gjatë ditës në shtëpi dhe nuk ka qenë agjërueshëm, nga se ka qenë udhëtar. Edhe thot kthehet dhe e gjen gruan e tina që atëherë është pastruar nga hajdhi, nga menstruacionet. Thot në fillim të ditës ka qenë menstruacion, pastaj është pastruar. Thot atëherë thot ai ka të drejtë të bëjë marrëdhënie me gruan e tij në ditë të Ramazanit, nga se të dytë nuk janë agjërueshëm, dhe nuk ka gjuna në këtë punë. Pastaj vazhdon thot kafaratu man aftara fi Ramadan. Thot çka është kompenzimi i atij personit që e prish në Ramazan, që e prish agjërimin gjatë Ramazanit. مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا فقال لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه فقال كله çfarë të bëj këtë? Që është hadithin, thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon që një njeri thot e ka prish agjërimin gjatë Ramazanit. Thot edhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, e ka urdhëruar thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot ta liroj një rob. Dhe ka prish agjërimin, e ka urdhëruar ta liroj me rob. Ky e ka prish agjërimin me marrëdhënie. Ka bë marrëdhënie me gruan e tij. Edhe çka është kompenzimi për këtë? Thot e ka urdhëruar thot të liroj një rob ose të agjeroj 2 muaj pa ndërprej. 60 ditë pa ndërprej më agjeru. Ose ti ushqej 60 të varfër. Edhe ai ka thënë nuk muj. S'kam mundësi ti ushqej 60 të varfër. Edhe s'kam mundësi ti agjeroj 60 të varfër. Atëherë thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikush i solli një kalavesht të madh me hurme. Edhe i ka thënë merre këtë. Edhe jepe sadak, kalaveshin e madh me hurme, merre dhe jepe sadak.
atëherë ai ka thënë ja Rasulullah, nuk gjaj thot një njeri që është më i varfër se unë, që ka nevojë më shumë, që është miftjash më shumë se unë. Atëherë thot ka qesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam derisa i ka ndal dhëmbët prerës, ka qesh se i ka ndal anjabu dhëmbët prerës. Thot i ka qesh sallallahu alajhi wasallam. Thot edhe i ka thënë haje pra, thot haje ti me familjen tënde. Pastaj ky transmetim tjetër është i këtij hadithit, Malik an Ata ibn Abdullah al-Khurasani عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ قال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما أجد أحوج مني. فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم كان ذلك العرق من التمر؟ فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. ما بين 15 صاعا إلى 20. Thot Maliku transmeton nga Said ibn Musayyib, thot që ka ardhur një beduin ka ardhur te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka ardhur thot duke e godit veten. Ka godit veten e vet. Edhe ka thot duke i nuk flokt e veta ose çimet e veta duke i nuk. Ka thon halaka al-aba, thot u shkatrum, ka thon ai më i keqi, më i larti. Atë Rasul sa ka thon çfarë ka ndodh? Çfarë të ka ndodh? Ka thon kam bë me marrëdhënie me familjen time në gjatë Ramazanit. Kam bë marrëdhënie me gruan time gjatë Ramazanit. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thon a ke mundësi me liru një rob? Ka thon jo. Thon a ke mundësi thot ta presh një kurban të madh, që është deva apo lop të madhe? Ka thon jo. Ka thon ulo. Thot edhe atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i asollën thot një kalavesh të madh ose faktisht një anë të madhe me hurme. فقال i kanë thënë khudh hadha fatasaddaq bihi, ka thënë merr këtë thot dhe jep sadak me të. Thot ka thënë wallahi thot s'ka kush thot që është më miftjash, më nevojtar se son. Atë Rasul sallallahu alaihi wasallam i ka thënë haje pra, edhe agjeron një ditë me për atë ditën që e ke prish. Atë Maliku thot ka thënë që ata e kanë pyetur Said ibn Musayyibin sa ka qenë thot i madh thot ajo ana me hurme. Ka thon ma bejnë 15 sa'an ila 20. Ka thon mes 15 sa'ave deri në 20 sa'. 20 sa' do më thon një sa' i ka parafisisht 3 kg. Thot ka qenë ose 45 kg ose 60 kg ose 60 kg. Parafisisht në këtë punë ka qenë barakallahu fik. Pastaj thot këtu shihet në përgjithësi shihet rahmeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i madh me muslimanët gjunaqar, ata që janë në pozitë të keqe ose që bojnë gabime dhe pendohen te Allahu subhanahu wa taala. Në Islam shikohet thot që ti të hapën dyrë të pendimit, dhe ti hapën dyrë të kompenzimit atij që bën gabim. Kjo është prej rahmetit të madh të Allahu subhanahu wa taala që ja ka bërë këtij ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. مالك
Maniku thot, kam dëgju thot ulemat duke thënë thot, që nuk ka për atë që ka agjeru gjatë Ramazanit, që ka prish Ramazanit thot, që thot që i ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot është thot duhet ta kompenzoj atë. Duhet ta kompenzoj atë. Edhe këtë punë kam dëgjuar nga shumë prej ulemave të kjo gjëja që e du më së shumti. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar në mënyrë të qartë që ai që thot bën këtë punë gjatë Ramazanit, thot duhet ta kompenzoj në këtë mënyrë. Allahu te baraka ve taala alam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تشفيهم تمارتن برات ملية الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كوش قضان سلام ثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشيمة مارتن نتنية كو الله يروي تجذبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.